Kapitulli 21. Pastaj pash një qiell të ri dhe një tokë të re. Qielli i parë dhe toka e parë ishin zhdukur dhe as deti nuk ishte më. Pash edhe qytetin e shenjtë, Jerusalemin e ri, që zbriste nga qielli prej Perëndis, si një nuse e zbukuruar për dhëndrin e saj. Atëherë dëgjova një zë të lartë nga froni që tha: Ja banesa e Perëndis me njerëzit. Ai do të banojë me ta, dhe ata do të jenë populli i tij. Vetë Perëndia do të jetë me ta, dhe ai do të jetë Perëndia i tyre. Ai do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre, dhe nuk do të ketë më as vdekje, as zi, as vajtim, as dhimbje, sepse bota e mëparshme mori fund. Ai që rinte ulur në fron tha: Ja, unë i bëj të reja të gjitha gjërat. Pastaj më tha: Shkruaj sepse këto fjalë janë të besueshme dhe të vërteta. Dhe shtoi: U kryen, unë jam Alfa e Omega, fillimi e mbarimi. Ati që ka etje do t'i jap të pi falas nga burimi i ujit të jetës. Ai që fiton do t'i trashëgoj këto. Unë do t'jem Perëndia e tij dhe ai do t'jetë biri im. Ndërsa frikacakët, të pafet, ndyrësirat, vrasësit, kurvarët, magjistarët, idhujtarët dhe të gjithë gënjeshtarët do të kenë vendin në liçenin që digjet me zjarr dhe squfur. Kjo është vdekja e dytë. Pastaj erdhi një nga 7 ëngjëjt, që kishin 7 kupa të mbushura me 7 plagët e fundit, dhe më tha: Eja të tregoj nusen, gruan e qengjit. Atëherë u rëmbeva nga shpirti i shenjtë dhe engjëlli më çoi në majën e një mali të madh dhe të lartë. Atje më tregoi qytetin e shenjtë, Jerusalemin, që zbriste nga qielli prej Perëndis. Qyteti kishte lavdinë e Perëndis dhe shkëlqente si gur i çmuar, si gur djaspri kristalor. Ai kishte një mur të madh të lartë me 12 porta, dhe mbi to qëndronin 12 ëngjëj. Mbi porta ishin shkruar emrat e 12 fisëve të Izraelit. 3 porta ishin nga lindja, 3 nga veriu, 3 nga jugu e 3 nga perëndimi. Muri i qytetit kishte 12 themele, mbi të cilat ishin shkruar 12 emrat e 12 apostujve të qengjit. Ai që fliste me mua kishte një shkop të artë matës për të matur qytetin, portat dhe murin e tij. Qyteti shtrije në formë katrore dhe e kishte gjatësinë sa gjerësia. Engjëlli e mati qytetin me matës dhe ishte 2400 kilometra i gjatë. Gjatësia, gjerësia dhe lartësia ishin të barabarta. Mati edhe murin që ishte 66 metra. Engjëlli përdori të njëjtën masë që përdor njeriu. Veshja e murit ishte prej djaspri, ndërsa qyteti vet ishte prej arit kulluar, të pastër si qelçi. Themelet e murit qytetit ishin zbukuruar me gjithë gur të çmuar. Themeli i parë ishte prej djaspri, i dyti prej safiri, i treti prej kalcedoni, i katërti prej smeraldi, i pesti prej sardoniku, i gjashti prej sardi, i shtati prej krizoliti, i teti prej berili, i 9 prej topazi, i 10 prej krisopazi, i 11 prej hyacinti dhe i 12 prej ametisti. 12 portat kishin 12 margaritar. Secila port ishte bërë nga i njëjti margaritar, ndërsa sheshi i qytetit ishte prej arit kulluar si qelçi i dukshëm. Tempull nuk pash në qytet, sepse tempulli i tij është Zoti Perëndi i gjithë pushtetshëm dhe qengji. Qyteti nuk ka nevojë as për diell, as për hënë që të ndriçohet, sepse atë e ndriçon lavdia e Perëndis dhe pishtari i tij është qengji. Kombet do të ecin me dritën e tij dhe mbretërit e tokës do të sjellin aty lavdinë e tyre. Ditën portat nuk do të mbyllen kurrë dhe atje nuk do të ketë natë. Atje do të sjellin lavdinë dhe nderin e kombeve. Në të nuk do të hyjë asgjë e papastër dhe askush që bën gjëra të pështira atë gënjeshtëta, por vetëm ata që janë shkruar në librin e jetës, libër që i përket qengjit.